Në një atmosferë të ngrohtë e plot ndjenja krenarie, në hapësirën e librarisë Ulqini u mbajt promovimi i librit më të ri të publicistit dhe studiuesit të njohur Sami Flamuri me titullin Prej Dulqino në Dinosh. Të pranishmit në këtë ngjarje ishin dëshmitar të librit, studiues, përfaqësues të institucioneve kulturore dhe qytetare që ndajnë një ndjeshmëri të veçantë për historinë, gjuhën dhe rrënjët shqiptare. Në hapjen e aktivitetit, autori Sami Flamuri mbajti një fjalë përshëndetëse ku ndau me publikun emocionet dhe motivet që e shtyn drejt shkrimit të këtij libri. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës, kulturës dhe identitetit shqiptar në trevat e malësisë së madhe dhe të Ulqinit. Falenderoj televizorin Teuti i cili gjithmonë i përcjell këtë ngjarje me rëndësi dhe libri Prej Dulqino në Dinosh është një vepër e cila shpresoj do të jetë në duart e sidomos nxënësve të shkollave të mesme, po jo vetëm të mesme, po edhe nxënësve në shkollat më të larta që do të kuptojnë historinë e një vendi aq të lashtë, aq me traditë, po me një anë do të kuptojnë edhe historinë jo vetëm të Ulqinit, po historinë e Krajës, historinë domethënë anës Malit, që po ashtu përmendi dhe vazhdoi domethënë edhe me Dinoshën dhe pse jo dhe me fiset e Malësisë. Do mos ishte edhe një pjesë prekse në këtë libër ku unë ja kushtoj domethënë nënës time të ndjerë Naxhia Rama, e cila ndroi jetë këtë vit dhe shpresoj që domethënë njeriu kur autori e shkruan një libër ai është në dorën e lexuesit dhe si atill besoj që lexuesi ka më pas të arsyeshme që këtë libër ta marrë dhe tani do të jetë prej sot në librarinë Ulqini një vepër e cila do të jetë ndoshta një dhuratë e bukur për dikën, një dhuratë që Ulqini domethënë ja jep dikujt, pse jo të lexojnë diçka, të mësojnë diçka të re dhe të rikujtojnë domethënë kaluarën tonë që pa nuk e ditë të kaluarën nuk mundesh ta dish as të tashmen. Shkrimi domethënë është diçka që është me vetë vërtet personale, por me një anë domethënë ka të bëjë edhe me hulumtimet e mia shumë vjeçare. Domethënë ky shkrim ishte kulminimi i hulumtimeve të mia gati 30 vjeçare, të cilat tani ndrydhen në një libër, edhe do të jetë e bukur për lexuesin të shikojnë gjithë ato referenca të cilat kam arritur të mbledhen në një libër, por dhe jo vetëm. Por do të jetë edhe një gjë e bukur që për të parën herë domethënë trajtohen edhe fiset shqiptare, trajtohet edhe ADN-ja shqiptare ku unë domethënë në një mënyrë sistemike domethënë i përmendi fiset shqiptare, por e përmend edhe zanafillin e ADN-s tek ne dhe kjo do të jetë ndoshta një risi për librat që do shkruhen prej tash dhe tutje. Nëse do të mund t'i drejtohesh të rinjve shqiptar me një mesazh të vetëm nga ky libër, cili do të ishte ai? Krenohet se janë për një periudhë jashtëzakonisht të lashtë, janë autokton në këto treva dhe si të atill domethënë vetëm me lexim, vetëm me dituri munden të t'i përballen domethënë rrezikut të mosnjohjes të kaluarës, sepse kur nuk e njeh të kaluarën e vet, je në zhdukje dhe je në përsëritjen e gabimeve që nuk duhen të jenë. Domethënë kjo ishte ndoshta si një rikujtesë, një rifreskim i disa gjërave që ne i dim, por pse jo edhe ti kemi në vëmendje edhe sot. Pas fjalës së tij, aktiviteti vazhdoi me bashkëbisedim të frytshëm mes autorëve, panelistëve dhe të ftuarve, të cilët trajtuan vlera të shumta që sjell libri, që nga aspekti gjuhësor dhe etnografik deri te lidhjet shpirtërore që ndërtohen përmes rrëfimeve personale. Shkaku pse jena mbledhur sonte këtu është përurimi i librit më të ri të Sami Flamurit. Unë shpejt mendova, thash, po e lexoj një fragment për librit, shumë shkurt. Në vitin 1995, Naxhia u bë gjyshe një nga momentet më të bukura të saj. Ajo përqafoi me dashuri këtë rol të ri, duke bërë gjyshja e përkushtuar e Valonës, Arditës, shpëtimit Gabrielit dhe Mikaelit. Megjithatë, thirrja vendlindjes mbeti gjithmonë e fortë. Në vitin 1996, ajo dhe Flamuri u kthyen në Ulqin, ku ndërtuan një shtëpi të re, një simbol i të gjitha përpjekjeve dhe sakrificave të saj. E fillova këtë mbrëmje me një kujtim për nënën Naxhie, pasi se siç e dini gjithë, kohë më para e ka ndruar jetë, dhe jo vetëm se ka qenë nëna e miku tim Kumarës Samiut, po ka qenë një grua e shkëlqyer. Duhet ta përmendi domethënë grupi i lirit iniciator, kemi qenë Samiu, une, Indrit Çitaku dhe Gzim Avriqi, Koko, pastaj na janë bashkuar Fatmir Markashi, Muhamet Gjoka,
disa të tjerë. Po këtu vjen lidhja do me thonë që bëhen disa shetri, bëhen disa shkrime, dalin libra të reja, bëhen miqësi të reja për këtyre udhëtimeve. Unë për vedi ndoshta jam pak subjektiv, por më për zemër e kam pas atë udhëtimin të Marës Kastrioti dhe kisha dosh që ti je një interpretues më i mirë i kësaj përshtypje, si të themi, se çka kem përjetuar me pak fjalë. Pikës parit kishe një dëshirë të madhe që gjithëve juve sonte, t'ju shtrëngoj dorën dhe të përqafoj të gjithëve me një fjalë të bukur shqiptare të ngjatje të gjithëve. Ish me të vërtet jo një kënaqësi e veçantë, por ishte shkak kur një shkrimtar e shkruan një libër si ai fëmiu, domethënë libra del dhe mandej në dorën e lexuesit dhe si të tillë unë kam dëshirë që gjithë ju ta gjeni vetin në disa pika të librit ton, por çka është gjëja më interesante është këtë si vetë gazmend, domethënë asgjë nuk ka raste. Unë them gjithmonë pohoj Shakespeare kur them se rasti është mbreti i botës, por asgjë s'ishte rasti. Nuk ishte rasti që ne udhëtuam me gjithë vorrin e Marë Kastriotit, e cila deri atëherë ishte domethënë i pa incizuar, edhe ne Zoti na i hapi gjitha rrugët, ishte diçka hyjnore pothuajse, sepse ishte pikrisht ai udhëtimi jon i parë që domethënë e nisëm si grupet e librit, por janë gati po bëhen 2 libra tani që përmendet ky udhëtim, dhe ky udhëtim do na mbesin edhe gjallë në kujtimet tona dhe jo vetëm. Ishte diçka e madhe që libri prej Dulcino në Dinosh jo rastisht quhet Dulcino, sepse Dulcino ishte emri i ulqinit që ishte në Arbrin Venedikase, apo që siç njihet Albania Veneto kur ishim në Venedikun, por ishte një emër që gati u përmend gati 800 vjet, dhe si atill domethënë emri ulqinit është fare i ri, domethënë emri Ulçini është fare i ri, kurse emri Dulcino ka mbijetuar me shekuj më parë se këto emra. Dhe si të tillë e riktheva, por nuk ishte rasti që edhe Dinosha ishte aty, sepse një ndër udhëtimet e parë që bëra në Dinosh e takova mikun tim tani edhe familjar Muhamet Gjokaj, ku domethënë e zbulova Dinoshën, zbulova gjytezën, por më në fund edhe u përpjek edhe u përputhe me domethënë njeriu në jetës time tani. Ishte çka interesante, sepse për shqiptarët mos të hapim në ata kohë të vjetra kanë shkruar të huaj, por edhe pikturat, sidomos pikturat e Paja Jovanović janë diçka që ai e ka jetësu malcorin ashtu si ka qenë. Edhe unë do thoj edhe një gjë tjetër, është diçka që mbet jetike dhe faktikisht skenat janë filmike, janë aq të gjalla që nuk më merr mendje, ndoshta janë disa pikturat më të njohura në Kosovë, nuk ka shtëpi në Kosovë që nuk ka ndoshta një pikturë të Paja Jovanović, duke mos ditur fare kush është as autori. Dhe kjo është diçka interesante, është qasja domethënë dy luftimi i shpatëve, dy luftimi i gjelave, tradhtia që për fat keq domethënë slavët ende e mbajnë në heshje dhe mundohen që këtë ta mshefin, por historia nuk mshefet dhe shpaloset, dhe si atill më merr mendje që kjo është bukuria e udhëtimeve tona dhe jo vetëm. Domethënë libri, si çdo zbuloni edhe vetë, përveç historive të fresta që kemi bërë me udhëtimet me Gazmendin, mikun tim, ka edhe disa shkrime shumë interesante që kanë bëjnë edhe me rrethimin e ulqinit në Venedikun. Kjo ka qenë një pjesë shumë interesante për ata që nuk e din, rrethimi i parë dhe i dytë, po ashtu edhe zbulimi që në Kalane Ismetit ton dashur, përshëndes edhe profesorin që ka arsonte, Ismet Karamanaga, njëri i veçantë për mua që më ka frymëzuar faktikisht mirëm edhe me historinë e Kalas ton. Edhe mur tek murit e Kalas është një shkrim që thotë nema profeta in patria sua, që nuk pranohen pejgamberët apo profetët në vendin e vet, dhe ishte pikrisht një nobli italian apo venedikas i cili ra, domethënë si dëshmor apo si martir në atë kohë, që ka pas emrin Antonio Zanotto, dhe unë e kam takuar domethënë pinjollën e asaj familje, që ma tha që stema e kësaj epitafi në këtë mur në Ulqin ishte e familjes tij, dhe si atill jam mirënjohës, dhe këtë domethënë e dëshmova dhe në libër. Janë bërë përkthimet e para herë domethënë të disa mbishkrimeve në Shas, duhet ta përmendi Shasin dhe përshëndet edhe Darin Timamirin që ishte sonte, që me të vërtet Shasi ishte ende një enigmë studiuesve tanë, edhe do mos unë vetëm e nxis studiusin e rëndom shqiptar që t'i qasin Shasit me një seriozitet, sepse ja vlen,
Çka të them, këtu kam edhe mikun ton të përbashkët të grupi i lirët, përveç Muhamedit edhe Fatmirin, i cili ka bërë një hulumtim të jashtëzakonshëm për ADN-n shqiptare dhe për gjaqet shqiptare dhe sidomos për përradhjen e fiseve në Ulqin. Domethënë, kjo ka një rëndësi të madhe dhe jo vetëm në anë të malit, në kraj dhe si atill, domethënë tash për të parën herë mundemi ta prekim kulturën tonë, po jo vetëm 100 vjeçare, po me 1000 vjet më para, sepse si thot Fatmiri, çdo gjë mundet me ndryshu, por nuk ndryshon ADN-ja shqiptare. Kjo janë disa nga pikat që libri ka me i prek. Para 4 ditëve sa më mëllore këtë libër dhe deri në momentin që vi këtu, të thuj të lexu të shkruaj, duke marrë parasysh se një numër i konsiderueshëm i artikujve të botuar këtu janë botuar në kohën javore, dhe të njohur për opinionin, por ka edhe artikuj tjerë studimor të cilët për parën herë botohen këtu. Pas librit parë e përjetshme e Shqipëria në vitin 1997. Ashtu vërtet. Libri i dytë është e vërtet libri i parë i cili ka të bëjë dimensionin barkombëtar, identitetin dhe brenda për identitetin shqiptar në përgjithësi. Libri i dytë ka dimensionin familjar, koha shegës, dhe libri i tretë është krejt i veçantë prej Dulcinjos në Dinosh, ka të bëjë pothuaj për çështje më tepër personale dhe familjare se sa për çështje tjera. Pra, kena një triptik, ta qumë kështu një apologji, i cili praktikisht këtu i fundit nuk është edhe i rastit që përmend një Dinoshën, për arsye se aty keni gjetur edhe personin e duhur dhe jep një farë mënyre ju edhe ja dedikoni asaj. Duke lexuar këtë libër, lexuesi i thjesht më njëherë do të hetoj disa dhëna shumë interesante, të cilën ndoshta edhe për të parën herë prezantohen të formë. Unë kam pas fat disa çështje si cilësinë e studiuesit të lexoj edhe më herët, por duke di se në shkollat fillore dhe të mesme, historia e popullit tonë, sipas programit mësimor në Malezi, është e ndaluar. Pra, jetojmë në një sistem arsimor unitar, i cili praktikisht nuk pranon historinë kombëtare të shqiptarëve, por pranon historinë e shtetit të Malit të Zi. Dhe në këtë defekt, unë shoh ky libër ka elemente shumë pozitive. Unë do të veçoj ato 3 elemente me rëndësi. Elementi i parë, me një përkushtim jashtëzakonshëm, që i te kalon edhe një studiuesi serioz, në detaje, duke marrë parasysh literaturën e huaj, të cilën praktikisht e kena në fund edhe si referencë edhe si bibliografi. Punimi i parë që është me peshë veçantë të librit është dorëzimi i Ulqinit. Dhe de facto Samir e prezanton në mënyrë shumë kronologjike të çështje dhe përdor edhe një sintagmë legjenda urbane. Dhe legjenda urbane fatikisht ne shqiptarët kemi jetuar në lehthitje dhe në disa çështje të cilët na i kanë paragjikuar të tjerët, ndërsa në kohën e monokomunizmit praktikisht nuk është ka qenë e lejuar as të diskutohet, as të debatohet për çështje, se si qëndron çështja e Ulqinit. Unë kam pas rast këtë dokument të cilën e ka Samir unë ka shumë vite që e kam pas, dhe nenet si dorëzohet Ulqini Principates së Malit të Zi në nëntorin e vitit 1880 në vendbanimin Kunje, ku sipas Baldacit, i cili tekstualisht thot, nga Kunja e në këtë pjesën lindore është hapësira etnogeografike shqiptare. Praktikisht të ardhur. Ulqinakët, popullsia e Ulqinit, shqiptarët praktikisht ishin në pozitë të vështirë, vetë duke luftuar kundër 3 armiqve. Në 1, malazezëve, në 2, Perandërisë Osmane, në 3, forca ndërkombëtare që ishin të dislokuar në det. Dhe pavarësisht të luftës të cilën zhvilluan dhe dokumentet të cilët janë, de facto Samir praktikisht e prezanton këtu. Çfarë do të thënë? Në ciklin e shkollës fillore dhe në ciklin e shkollës së mesme, mësimdhënësi i historisë nuk ka nevojë praktikisht të kërkojë literaturë tjetër, por të analizojë edhe ta ketë si një mësimore të veçantë, edhe të mënyrë të argumentuar, se shihet në libër edhe me bolt të veçantë të cilët i ka prezantuar të çështje. Si ka thonë Shakespeare? Po hoj rastin se rasti është mbreti i botës? Po, atëherë kemi edhe mbretin e rastit këtu, si themi Muhamedin, mikun e Samiut, i cili
edhe ky ka marrë pjesë në këtë libër, kështu që na i thot edhe 2-3 fjalë. Vetëm sjellë mikrofonin. Po. Në vetë libër të kem përpara. Ju përshëndes gjithëve, kënaqësi jam këtu së bashkut, edhe në këtë cilësi me fol disa fjalë lidhe me këtë librin e ri të Samiut. Duke se Samiut të zbuluat vjetërën e ka zbuluat trenë edhe të bukurën, edhe kjo e bukura qendron dinosh. Po, kjo shpresoj se ky libër edhe bjen një vlerë të re, ashtu si pretendon të ketë edhe ky mesazh i këtij librit. Për dinosh pak dihet. Nuk ka shumë plana, mirë po në kohët e fundit disa prej nesh janë përkushtuar që të krijojnë bazë që ato të faktohen dhe të hyjnë në literaturë zyrtare edhe të jenë pjesë e asaj që thohet histori zyrtare, jo vetëm në shtetin ku jetojmë, në kombin që e përkasim, por edhe në Europë. Pakush e din disa të lana lidhe me dinosh që Akademia Shkencave e Polonisë bën një publikim lidhje me lashësinë e dinoshës. E ati vendbanimit është publikim i Akademisë Shkencave dhe e autorit Ursula Bugaj, do më thonë nëse Ulqini ka tradit në kështjell dhe ka la 2500 vjeçare, dinosha shkon në këtë tradit qytetërimit ka la dhe kështjell 5000 vjeçare. Këtë e kemi dëshmuar me ekspeditën tonë të grupit i lirëve që u bëna me pas pjesë. Dinosha, përveç këtyre fakteve, është një shkrim i imi, nuk doja të zgjeroj me shkrimet e mia sepse jam dy përgatitje ato unë diçka lidhe me atë vendbanim. Janë disa fakte interesante, më mirë që janë këtu Ali Bardhi. Dinosha ishte qendra e Malësisë, ishte komuna e parë e themeluar, ishte Dinosha, ishte në qendër, sepse ishte vend me rëndësi strategjike. Nuk po flasim në momentin kur ju dorëzua Ulqini, Malitëzi dhe u vu në pesh apo Dinosha apo Ulqini dhe cila shkoi në Malitëzi dhe Dinosha ku mbeti. Domethënë ato ishin aspekte geopolitike që rëndësia e vendit ka nga vijun dhe rëndësia po mu këti vendit që për mendimin tim nuk është hala në masa duhet e zbulume. Samiu zbuloi dashurinë e vet, por ende Dinosha si vend arkeologjik është i pa zbuluar. Disa vetëm fakte në zonën nën Kalan e Dinoshës, në qytet, si themi ne, është zona e vëllëzërisë apo fisit Dukaj. Në atë zonë pikërisht gjatë hapjes së themeleve të një shtëpisë, pikërisht unë e kam vrejt, e kam pa që lloma ku duken qartë mozaiqet sikur në Butrint. Ato ende jetojnë, ato ende janë në Dinosh të pa zbuluar. Dinosha, e mos të flasi për ky shkrim se ishte qëllimi se ky shkrim im është mbrana në këtë është monella e Marco Aurelije Claudie, i cili ishte me prejardhje ilire, dikush nga Panonia, dikush thot nga Dardania, por sipas asaj pasi u quajti edhe Gotiku, bëi luftën e Nirë që ishte pjesë e Dardanisë, ishte nga Dardania dhe gjatë ekspeditës ndaloi pikërisht në Dinosh sepse aty ishte edhe vend pushimore, ishte edhe qytetërim, ishte edhe qytet i lashtë dhe aty u gjet edhe monellarit, që është në posedim e një vendasit, dhe nga kjo monell fillon kjo informat dhe ky shkrim, dhe është interesant që i biri ti adoptuar, Arnius Calpurnius, ai ëndron për rindërtimin e Trojës. Edhe pikërisht gjatë hulumtimit për këtë shkrim, që është bërë në vitin 2009, nga ana ime e gjej këtë element që i biri ti adoptuar. Andron për kthimin e shkëlqimit të Trojës.
pak historian janë marrë me këtë çështje, unë nuk kam da të pretendoj se çdo gjë është në zonën tonë, në Shkodër, nuk dua të jem pjesë aty në historianëve si gjithçka bëjnë shqiptare, por dua të jap fakte, argumente që kjo gjendet këtu. Ky shkrim gjendet këtu. Nuk dua të flas pse ma bjeshtë e Nebula nuk quhen ma bjeshtë e Trojës, nuk dua të bëj këtë lidhjen e Dinoshës me Shkodrën apo me Lezhën dhe betejat që mund të kenë ekzistuar apo përjardhën tonë, rrënjët tona që i kemi arbrore, ilire arbrore që i kemi në mesin tonë, por ky libër përveç se tregon atë lidhjen tonë, Malësi, Ulqin, ana male, sepse unë pretendoj që ne Grudasit dhe Hoti, pasi e kemi edhe grupin J2B2, përkasim atij grupit J2B2 që mund të them se një pjesë e udhëtimit ton për të arritur në Malësi kemi qëndruar në anë të malit, ashtu se dhe i pari ynë, Grut Suma apo Suma, i ishte nga kjo zonë, edhe me pasi, si thot Edi Durham, në vijnë nga pjesa e Dubrovnikut, aty, por si kemi ardhur aty, qartë nëse J2B2, grupi po flasi tashën, është baza, është në Mikenas, dhe më thonë, kjo mund të lidhë se lufta e Trojës ishte. Pikrisht në disa vende këtu, kjo ka të bëjë lidhur me Shkodrën, ka të bëjë lidhur me Dinoshën, me Ulqinin, dhe ne ishim një pjesë e këtij mozaiku të bukur që Samiu e përshkron ultimin e tij nga Dolcinjo në Dinosh. Ky promovim ishte më shumë se një ngjarje kulturore, ishte një dëshmi se kujtesa, identiteti dhe fjala shkruar janë ura që lidhin të kaluarën me të ardhmen dhe rrënjët me horizontin.